Përshëndetje, në këtë video të mësojmë se si me dizajnu një Facebook cover. Kam klikuar File New edhe hapët kjo dritarja. Këtu e zgjedhë një sinë moce piksela, për arsye se kjo konsiderohet dizajn digital, dërsa këtu dimenzionet, këtu është fjala për gjërësien e bëjt 851 me 315 piksela. Dërsa këtu color mode e klikoj e bëj RGB për arsye se është projekt digital si që tashmerët, dërsa rezolucionin e bëj 70 dpi. Ka raste që disa e përdorin edhe 300 dpi, po edhe 70 dpi, do më thonë zakonisht digital kështu bëhet. Klikomi Create. Ta është hapo drejtarja. Ok. Hapi tjetër është, pa e marë, kështu me 4 orë. Pa e bëj kështu prapërsisht. Edhe po shpengri rafërsisht deri këto. Hapi tjetër është, klikoj këtu, po ja heki kufizimin, dërsa këtu pja bëj një ngjyrë paksa për me vrej dallimin, shpejt e shigjeta këtu. Ok, hapi tjetër, klikoj me A, apo kjo Direct Selection Tool, edhe shikone që ndryshojnë këtu pikat, edhe klikoj kështu e selektoj veç këtë pikën. Pastaj, muj me shigjet majtas, ose nëse klikoj Shift dhe shigjet, kjo hec ma shpejt. Mu me edhe kështu me mouse, po është të keni metodë që e përdormi në dizajnerat, për shembull me bëu kështu pjertë. Tani mu i selektu kështu të dyjat, edhe shikone, mu i me ngrej kështu, me Shift dhe me shigjet jatas, parafërsisht për shembull kështu. Ok, hapi tjetër, po klikoj këtu, po klikoj CTRL-C, edhe CTRL-V, do më thonë copy edhe paste in place, do më thonë paste në pozicionin e njëjtë. Kështu që kësajna, që nalë, po ja ndroj ngjyrën, sa për me vrejt ju dallimin, edhe po e shty prafërsisht kështu. Pra po klikoj këtë kjo e verdhë të ashtë, CTRL-C, CTRL-V, edhe po e shty këto që nalët me Shift edhe me shigjet po e shty maknena, edhe kësajna po ja ndroj pak ngjyrën, po bëj pak ma në bëllë që jo me vrejt. Ok, prafërsisht kështu, tash kjo është e verdha dhe kjo është pak ma hendë. O tash që përdori këtë për me prej këtë verdhën. Kështu që klikoj këtë, edhe me Shift edhe të verdhën. Tani mu po më shfaqen këtu, po ju e keni Pathfinder. Edhe video të marrë të këna spjegu që shprejet një formë, mundi me shku edhe të Windows ka me gjithë Pathfinder. Po klikoj këtu, edhe shikoni tash kjo prej kjo e verdha. Kështu që, pa marrë tash për levizje prafërsisht. Kështu. Pastaj prapë klikoj CTRL-C, CTRL-V, edhe me Shift, edhe me shigjet për lëvizje prafërsisht të djathas. Tash këtë verdhën, më thonë këtë, me Shift edhe këtë, po klikoj I, edhe marrë ngjyrën e bardhë, më thonë I bëj ngjyrë të bardhë. Ok, hapi tjetër, shkomi këtu, zgjedhmi rrethin, edhe krijomi me Shift, më thonë ngjyrë proporcionale. Ok, tash shkomi kështu. Tash ideja është për me vendosë rrethin mes hapësirës, dhe më thonë prej naltit poshtë, kështu që e klikoj rrethin, pastaj e kemi këtu Align, edhe klikoj këtu edhe bëj Align to Artboard, o edhe e zgjedhi i thëmë këto kena për center, shikone kjo e vendosë qendër prej naltit poshtë. Ok, tani po klikoj CTRL-C, CTRL-Shift-V, edhe u dhe më thonë e bona kopja dhe paste këtë rrethin, edhe me Shift edhe ma të shkoj e zugloj njërë proporcionale, shikone prafërsisht. Kështu, tash kjo e bardhë nuk po vrejet, unë e ka këto që është e bardhë, tash kjo ma vogla, që e zvuglova, po klikoj dy herë këtu dhe po jap një ngjyrë, unë e komendosë me përdor këtë ngjyrë, unë e shumë në ju kodin, E89CDE, do thonë shonja, numri 2, DE. Klikomi OK, shikone, kjo u bë e verdhë. Edhe hapi tjetër, tasht, e klikoj këtë verdhën, CTRL-C, CTRL-Shift-V, edhe po shkoj po e zugloj pak, prapërsisht kështu. Tasht, shkoj ja heki fushën, ngjyrën e fushës, jeton pa ngjyrë, dërsa këtu ja caktoj strokin e bëj të bardhë. Dërsa këtu e rriti pak strokin e bëj prapërsisht kështu. Shikone.
Hapi tjetër e marr tekstin me të tekstin edhe vetëm klikoj ju text box, po klikoj kështu me po shënu tekst. Do të save e shënova. Ndërsa këtu e përdori tekst. Jo, unë e zgjedh edhe ndonjë lloj tjetër, po unë për këtë është e përdori këtë. Rëndësishme më duk si bold. Ja marr ngjyrën e bardhë. E caktoj këtu më shënu prej qendrës, që nëse editomi, kjo shënohet ka qendra. Tani, Ctrl+C, me shigjet edhe me shift e poshtë televizi. Klikoj 2 herë. E shënoj 20% për shembull. Ndërsa me shift alt po rritet në mënyrë proporcionale, shikoni. Ndërsa këtu e kam një opcion me bo black, do të thonë hala ma trash mundin. Okej, tash prapë marr këtë save, Ctrl+C, Ctrl+V. Edhe po shënoj këtu për shembull. Për 2 persona, Ctrl+A për selektoj tekstin. Po klikoj këtu te karakteret edhe e kam klikoj këtu all caps, do të thonë bëhet këto shkronja të vogla. Pastaj me shift alt këtë bëhet sokloj kështu. Shikoni. Edhe tani qesme si në qender, apo tani mu me selektu të gjitha këtu, po e moj shiftin shtyp, i heki këtu tjerat, edhe shkoj këtu, tash t'ja hekmi artboard, po klikoj selection, më thonë vetëm këtu të selektumet, edhe i qeshtu qender. Okej, tani i janë këto qender, tash të kemi një pjesë tjetër për tekstin, e marrë prapë këtë tekstin, po bëj drag and drop, po shikoni kjo është i bardhë, nuk po duket, klikoj I, e marrë këtë tab, okej, tash përshënoj për shembull një tekst, Ctrl+A, që më shfaqet të kjo opcioni këtu unë e kam, djathtas, po juve keni edhe këtu, do të thonë mundi me selektu këtu djathtas, këtu te karakteret, mundi me bu me shkronja të mëdha këtë, ndërsa këtë këtu rreshtin e parë po e zgjedhi po e bëj light. Edhe po vendosi prafërsisht këtu. Edhe hapi tjetër është e marr tekstin prap, tash e marr këtë voglin këtu, prap e ngrej, drag and drop me Ctrl+Alt, e klikoj I-n, ja marr ngjyrën, edhe tash për shembull po shënoj këtu webin. Tash të kemi shkronjat moja, kështu që webi zakonisht nuk shënohet me shkronjat moja. Me selektoj, i kemi karakteret këtu, apo që i shikoni edhe këtu i kemi disa opcione këtu që na shfaqen pak më shumë. Ops, klikomi. Edhe, do të thonë kemi si një shkrutes, ndesh ka, është e njëjta mënyrë. Edhe tash po e marr katrorin këtu. Po e bëj prapërsisht këtu po vendosi një buton. Edhe e bëj pak run it. E marr këtu me Ctrl+Alt e ngrej këtë tekstin e bëj kopje. Po klikoj 2 herë Ctrl+A, edhe pastaj po e bëj book now. E marr këto, qestu, e marr I, e bëj ngjyrën e bardhë. Po nuk po duket se teksti është në fundi, kështu që klikoj Ctrl dhe Shift, edhe klapën e mesme që kena mësuar më herët me tasin e djathtas, klapën e mesme djathtas, edhe shikoni kjo del në B. Tash i selektoj këtu, edhe e bëj alignment kështu center. Lëvizi kështu, këtë e ofroj offer. Ndërsa e selektoj këtë edhe vendosi kështu me dal qendër ky butoni me këtë. Edhe në fund tani rregullojmë këtu vijat me qit alignment, po tash po vendos me këtu një logo, kështu që po e marr këtë tekstin apo këtë për shembull, klikoj Ctrl+Alt drag and drop,
po klikoj 2 herë CTRL-A dhe po bëj I për shembull emri i firmës për shembull këtë rast. Po shkoj po bëj tekstin me bold. Po e zvogloj me shift. Edhe klikoj I, e marrë ngjyrën e hend, ose po klikoj edhe 2 herë po bëj vetëm pak më në ballë. Okej. Për shembull kjo është puna e logos, po tash pja bumin atë si një ikon pak për me si imagjinare. Kështu që pa e marr katrorin, pa e bëj kështu përapërsisht. Po afrona këtu, kur të shfaqet kursori mouse kështu, me shift e rrotulloj kështu. Ndërsa ja heqin ngjyrën e fushës, jo tam jo, edhe ja vetëm kufizim. Po muj me bëllë kështu, për me morë kufizimin e kësana, klikoj I, e marrë ngjyrën e kësajna. Shikoni, fusha tash është mbësht, stroki jo. Kështu që nëse klikoj Shift X, tash ndryshohet. Edhe tash fusha s'ka ngjyrë, stroki ka, e ka këtë ngjyrën. Tash të shkoj e rriti, ngjyrën prapërse kështu. Edhe po e vendosi kështu, si një lloj ikone. Shamuj me bo pak më holl. Ndërsa këtë pe klikoj CTRL-V për lëvizje kështu. Okej, për bëj CTRL-G, do më thonë bo grup, edhe për selektoj këtë dyja, edhe për bëj kështu. Tasht, nëse këshime me sytë lirë dokët që janë alignment, janë do më thonë njërë proporcionale, po na tasht mundohme me qitë edhe vijat. Kështu që, që po bëj? Po marrë një katror. Po klikoj Shift X, do më thonë tasht letë mushët kënë ngjyra. Po bëj kështu. Po vendosi prej qoshit në qosh. Okej. Tasht që kemi një opcion këtu. Offset path. Klikomi këtu, klikomi preview, dërsa këtu, shkomi me minus e zvoglome, pra përse shkomi. Shikoni kjo që shbohet kjo vija që për lëviz, kërperi e zvoglojnë këtu, me rot, e bomi pra përse shkështu, klikoj OK. Pastaj, klikoj këtë të qoshi, që këtë e fshi, tasht më kam e dëtëm kjo. Tasht, nëse shkoj me tasën e djath, e bëj make guides. Shikone, kjo bëhet si guides. Kjo nëse rumi nuk shfaqet, po kjo shfaqet veç neve me në orientu. Me tasën e djath, muj me bo për shemëll unlock guides apo lock guides. Se për shemëll, këtu tasht është e blokuar. Nëse kemi nevoj me lëviz këtë guides, e bo me unlock guides edhe muj me lëviz. Tasht për bëj lock guides. A për vrejnë, nëse shiku marrë me sy o dukshin që janë në regull, po tani, që po bëmi, e marrë me këtu, edhe për i levizmi, kështu. A në nësishme, do më thonë, më bëhet disa një simetrik. Edhe këtë për vendosme këtu. Të qoshi, edhe kjo këtu kështu. Tasht, gjithmonë është mirë me këshur mesatorja hapësirës për i kësajna, më konë e njëjtë pra përsesht na me këtë, kështu që e po me një levizje pak të vogël. Tasht për më duke që për shalë që tu kam jetë pak hapësirë, une muj me selektu këtë, me shku me shift edhe me shigjet jatas, me afru për shembull kështu. Pastaj me kliku A-jen apo direct selection tool, do më thonë e kom selektu me këtë, e bëj kështu edhe shikone ku peshty këtë me shigjet majtas deri te qoshi këtu. Do më thonë kjo nuk afektohet hiç, kjo do më thonë pjesë që e kena bo, po veç këto dy pika që veç këto dy pika i selektova. Okej, edhe hapi tjetër i fundit është me marrë fotografien. Kështu që unë e kom zgjidhur një fotografi. Tash ta hapi fotografien me marrë. Ta marrë fotografien këtu. Okej. Është fjala për këtë fotografi. Po klikoj këtu. Klikoj copy image. Edhe klikoj këtu CTRL-V, do më thonë kjo bëhet paste. Pastaj, shkoj po e zvogloj me shift, do më thonë njërë proporcionale. Shkone. Edhe po shkoj
fotografien për vendosi këtu të qorshi i kësaj, na? Ja tash për shkoj për zukloj deri sa të muna këtu. Tash, mundona me gjithë të hapësirën më të mirë. Edhe, klikoj ctrl shift edhe klopën e mesme majtas, kjo shkon mas poshti. Shikone? Dërsa tash të klikoj këtë hintën, edhe këtë fotografien me shift, dhe më thonë, e klikova njerë të hintën, pastaj po klikoj shift fotografien, edhe klikoj me tasin e djatë e bëj make clip in mask. Edhe shikoni fotografia hinë me në asëra formës. Edhe kjo tash është e gashme, dhe më thonë. Edhe është e rëndësishme me rujt tash këto edhe si projekt me Adobe Illustrator, po edhe me eksportu për me përdor për rrjete sociale. Kështu që shkoj file, save as, do më thonë apo ctrl shift C, desktop, e bëj për shembull Facebook cover. Ok, save, do më thonë e rujta formatin Illustrator. Ok, edhe hapi tjetër është më me shku shift ALTS, do më thonë nisi shkurtes, do më thonë ctrl shift ALTS, hapo kjo editorja, edhe zgjedhi JPEG edhe sigurona që e kam qëtu 100%. Po nëse du me zgjedh formatin PNG, më me zgjedh PNG 24, po kjo pjesa këtu, kjo bëhet transparent. Kështu që na mumi me i thonë këtu heket transparencën, dhe kjo bëhet e bardhë. Po, mumi, masi s'kena nevoj më konë kjo transparent, klikomi e bomi për shembull JPEG, kualitetin 100%, që këtu na dolin dimenzionet që i ka, e bomi save, e zgjedhme për shembull këtë rast. Stop. Edhe shkome që mu ka rujt monitorin tjetër, e hapme, edhe dizajni është i ka që mu publiku.